A e ke dëgjuar ndonjëherë historinë e komandantit shqiptar që luftoi vetëm kundër 3 tanke serbe dhe nuk u dorëzua kurrë? Jo, kjo nuk është një legjendë. Është e vërtetë. Dhe është shqiptare. Ishte pranverë e vitit 1999. Fronti ishte i ndezur. Ushtarët e UÇK-s po mbronin çdo pëllëm toke me shpirt e me gjatë. Por në një fshat të vogël në zonën e Karadakut ndodhi diçka që edhe sot të rrëqet. Një komandant i vetëm me vetëm një RPG në dorë. Përballë 3 tanke serbe që po afroheshin për ta rrafshuar fshatin. Ai e dinte që nuk kishte shpëtim. Por ai nuk kishte ardhur për të shpëtuar. Ai kishte ardhur për të luftuar. Me një guxim që nuk mësohet në asnjë akademi. Ai doli nga pozicioni i tij. U afrua. Mori shënjestër. Dhe në vetëm një goditje e ndali tankun e parë. Pastaj pa humbur sekond u hodh në anën tjetër të kodrës. Dhe bëri të njëjtën me të dytin. Kur tanku i tretë u përpoq të largohej. Ishte vonë. Komandanti shqiptar tashmë kishte fituar. Jo vetëm betejën, por zemrat e një kombi të tërë. Emri i tij u bë këngë. Kujtimi i tij një flamë. Ai nuk kërkoi medalje. Ai kërkoi liri. Sepse kur ke tokën nën këmbë dhe popullin në zemër, nuk ka tank në botë që të ndalë.